Atëherë mi mërama dhe mirë që keni ardhur në këtë tubim për të bërë një proces kundër partisive që na bën kjo qeveri e korruptuar deri në palës. A e shikoni atë godin aty? Ajo të brenda përveç që Redi Muçit ka 130 rënd hjera që po e shqyën Shqipërinë dhe kockat nuk po janë. Prandaj të mbridhemi edhe të bohemi që kjo qeveri t'ikin një orës ampare. A e maniment që para se të mërë dhe pushtetin e Dirama, premtoj shumë djara, premtoj 300.000 vende pune, dhe ndoj që nga Shqipëria 300.000 shqiptarë. Në kraun më të mirë të punës, që mund të këshirë ndërtuar dhe një Shqipërinë nëse fondet e buxhetit shtetit do kishkuan në destinacion, në projekte dhe në çdo vend të Shqipërisë. Premtoj që brenda një mandati do jepte tapit dhe dokumentat e punësisë. Absolutisht asgjë. Premtoj shëndetësi falas. Absolutisht asgjë. Premtoj që fermerat do rimbursohen për prodhimet bujqësore brukturale. Po që ndodhi? Edhe fondin që dha iPadi, ai i vodhi bashkë me Fitakrisën 30 milion euro. Prandaj VBE-ja e ndaloi atë fond. Tani që thot? Thot që përmbylljet erë nga Zoti, thot. Po unë them që nuk erë nga Zoti. Erë nga koka e tij, sepse ai është një hajdut, është një kriminal dhe është një mashtrues ordinar. Është i servitur në Francë, atje kur inde me thonjë paprerë, po është urës larmës. Prandaj kur me kjo qeveri tjetë. Ai tani fajson edhe për përmbylljet, e për gjitha. Përmbylljet nuk i beri Zoti, po i beri njeriu. Sepse për vite me radhë, as argjinaturat nuk janë forcuar, si shbeshin dikur, as kanalet kulluese nuk janë pastruar. Të gjitha këto, me njëse fonde janë, po janë vjedhur. Prandaj që këta 139 deputet janë këtu, jo vetëm që janë hajgjut, po janë dhe mumje. Këtu ka kalisi vetëm 4 veta. Sali Berisha, Edi Rama, Talan Balla dhe i tjetëri për të asatire. Dhe u thirë të mumje, frengju. Absolutisht nuk më një takim me zonët e në ferale ku kanë. Fare, e ullohëj për mbydhja në firë. Asje nuk erdi. Belinda e korruspora. Hajzudja me madha një turp që erdin pas në nej, edhe gjoja po mërë të masa për banorët që u përndërë në dje. Prandaj, po ju thamë që gjithë popull shqiptar, nëse doni të roni si fisnik, përkrani në vidhën bashkë dhe Artin Qoven. Atëherë, nëse do vërtoni, të vërtoni hajzudhën, kriminellet që janë sot, atëherë do jetoni si zoranik. Faleminderit.